Gjesti ofendon rënd Eglin. Tensionet në shtëpinë e Big Brother VIP duket se arritën një pikë kulminante mes dy banorëve më të komentuar të këtij edicioni. Gjesti, një nga favoritët për të fituar këtë sezon, ka shpërthyer me deklarata teje ofenduese ndaj Eglit, duke ngjallur reagimet të forta brenda dhe jashtë shtëpisë. Në një moment konfrontimi, Gjesti e akuzoi Eglin duke përdorur fjalë jashtëzakonisht fyese, duke i thënë se po sillet si një femër e përdalë. Ofendimi erdhi pas një periudhe të gjatë tensionit dhe konfuzimi në marrëdhënien e tyre, të cilin Gjesti duket se nuk po arrin ta kuptojë. Sipas Gjestit, Egli po luan një lojë të dyfisht me të, nga njëra anë duke u afruar dhe nga ana tjetër duke u distancuar, një sjellje që ka lënë atë në mëdysje të plot lidhur me qëllimet e saj të vërteta. Nuk po e kuptoj çfarë po përpiqet të bëj, është shprehur ai në një ndër bisedat me banorët e tjerë, duke shfaqur zemërim të hapur përballë kësaj situate. Gjesti ka ngritur dyshime serioze se Egli mund të jetë duke e përdorur atë thjesht për të fituar simpatinë e publikut, një strategji që sipas tij është e papranueshme. Këto dyshime janë rritur veçanërisht duke pasur parasysh pozicionin e tij si një ndër kandidatët të tillë për të fituar Big Brother VIP. Shpërthimi i tij emocional dhe përdorimi i fjalëve ofenduese kanë shkaktuar reagime të ndryshme mes banorëve të tjerë, shumë prej të cilëve janë distancuar nga qëndrimi i tij. Disa prej tyre kanë ndërhyrë duke e këshilluar të qetësohet dhe mos të përdorë një gjuhë të tillë pavarësisht nga situata. Kjo ngjarje pritet të ketë pasoja të konsiderueshme, jo vetëm për raportin mes Gjestit dhe Eglit, por edhe për imazhin e Gjestit përballë publikut. Përdorimi i fjalëve të tilla denigruese mund të ndikojë negativisht në perceptimin e audiencës ndaj tij dhe potencialisht të rrezikojë pozicionin e tij si favorit për fitoren. Mbetet për tu parë se si do të reagojë stafi Big Brother ndaj këtij incidenti dhe nëse do të ketë masa disiplinore për gjuhën ofenduese të përdorur. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.